Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka nisur një fushat informuese për promovimin e platformës e-Transport, një shërbim digjital që ofron informacion mbi transportin publik interurban në një periudhë kur fluksi turistëve dhe udhëtarëve drejt Shqipërisë rritet ndjeshëm. Fushata është zhvilluar në disa nga pikat kryesore hyrëse të vendit, përfshirë portin e Durrësit, aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, portin e Vlorës dhe portin e Sarandës. Sipas DPSHTR-s, ekipet e institucionit kanë informuar qytetarët, turistët dhe operatorët mbi mënyrën e përdorimit të platformës dhe funksionalitetet që ajo ofron. Platforma e-Transport synon të centralizojë informacionin për transportin publik interurban, duke u mundësuar përdoruesve të aksesojnë të dhëna mbi linjat, itinerarët dhe mënyrën e përdorimit të shërbimit në një kanal të vetëm digjital. Gjatë takimeve në terren, DPSHTR tha se ka mbledhur komente dhe sugjerime nga përdoruesit për të identifikuar përmirësimet e mëtejshme të platformës, me fokus te lehtësia e përdorimit dhe funksionaliteti. Institucioni njoftoi se fushata do të vijojë gjatë gjithë sezonit veror dhe në pika të tjera turistike dhe kulturore, në kuadër të promovimit të platformës dhe informimit të udhëtarëve mbi shërbimet e transportit publik interurban.